Erë ky vllai Brediti, tha unë i gjalli ka ra unë rejkë. Fëmiu 10 vjeçar i cili vdiq të martën mbrëma në qendrën klinike universitare të Kosovës, dyshohet se ka rënë në lumë në fshatin Gadime të epërme të Lipjanit, në këtë vend nga edhe ku po lajmërohemi. 10 vjeçari kishte përfunduar mësimin në orën 5 të pasdites dhe sipas dëshmitarëve së bashku me disa shokë dhe shoqe të klasës kishte vazhduar rrugën për në shtëpi. Mirë po në një moment të caktuar, ai ishte ndarë nga shokët dhe shoqet e klasës për të devijuar rrugën dhe për ta ndjekur këtë rrugë nga ku jemi, rrugë që të çon tek shtëpia e tij. Ka marrë 5 orë mësimor dhe e ka përfunduar mësimin dhe ka filluar me ardhur në shtëpi që realisht gjithmonë ka ardhur rreth kësaj udhë që po shihni lart. Mirë po dje e ka zgjedhur rrugën e dytë që çon rreth lumit, ku edhe dyshojmë që ka rënë në lum edhe ka ndodhur deri te tragjedia. Rruga që e çon deri te shtëpia është e shtruar me trotuar dhe gjithmonë andej e ka ndjekur. Mirë po dje e ka cek edhe te shoqja vet që e ka shoqëruar deri në gjysmë të rrugës, i ka thënë që sot kena me vizitu lumin, kena me shku në shtëpi ka lumi. Jo me shku ka rruga që e ka shku gjithë, mirë po ka vendosur me shku këndej ka e çon edhe te shtëpia. Në prej moment që e ka lëshu rrugën, ka vendosur këndej ta devijoj rrugën, ku është një rrugë shumë e ngushtë për komsor, por e çon deri te shtëpia. Edhe na po mendojmë dhe besojmë që është e vërtetë kjo që këtu ka rshit prej lumit edhe domethënë lumi e ka bërë deri në Gadimet e Olt, ku ato e kemi gjetë me qytetarët e Gadimes. Ka shumë shërtora prom, dhe da bofsha ora 7 e gjys. Erë ky vllai Brediti, tha unë i gjalli ka ra unë rejkë. Erë unë që që pava me vllajin Brediti, kina këthyje, kina marë pi rejke se kina nëzirë, kina qitë në asfalt, për mi vetë i në konë që ato. Uji i malë o konë të që tonë o konë uji. Vllajin Brediti e qaj uji, ta në minë nëzirë, ata e kina nëzirë pi ujit. Një rast tragjik, një rast i dhëmshëm, një rast i rënd për familjen pikës pari, për shkollën, për krejt kolegët, nxënësit, sigurisht edhe për neve si komunë. Bazuar në atë çka kemi informacione, janë ato të cilat i dini edhe ju. Paka shumë ne ishim edhe në spital, në momentin që është acaru situata në kuptimin e mosgjetjes së fëmisë dhe sado që e kanë gjetë ende në jetë nuk i ka përballu. Ka qenë situatë të rëndë dhe kanë rru jetë. Drejtor, ne ishim aty në vendin e ngjarjes dhe e pam që shtëpia e tashmë të ndjerit është rreth 4 kilometra larg shkollës ku ka vazhduar mësimet, shkolla Zenel Hajdini. Na dëgjuam për nxënës të tjerë që aty ka qenë një autobus i cili ka transportu nxënësit. Dhe edhe 10 vjeçari është transportu, pra ka përdorur atë autobus deri te shkolla. Qysh dëgjuam na, autobusi është prishë një kohë edhe ata e kanë vazhduar rrugën kom. Kjo pjesa e transportit sigurisht që ne jo vetëm nga Gadimi, po kemi disa autobusë të cilët i mirëmbajmë dhe janë shërbim të qytetarëve të nxënësave të lokaliteteve të ndryshme, mesin e tyre në Magure. Dhe defekte sigurisht janë pak më të vjetër, defektet her pas here kanë defekte. Dhe edhe tash ka pas defekt, por ka pas edhe më herët. Do thonë defektet janë mirë, po çdo herë kur ka defekte, autobusi jo vetëm ai, po edhe tjerë, sigurisht se nuk riparohet më herë, për shkak se ashtu janë edhe procedurat. Dhe njoftohen prind, domethënë përmes mësimdhënësve drejtorisë njoftohen prind që duhet të interesohen për fëmijët e tyre në atë periudhë.